Nëse ma mend që deklaroj shtatzanin, Beyoncé ka pas një tur atë vit që nuk e di, ka qenë Cowboy Car, jo, s'ka qenë Cowboy Car. E kishte kishte një bilet, e kishte shumë shtrenjtë, kishte $850 biletën dhe persona nga komuniteti saj thoshin që unë s'do shkoj kurrë, ç'është kjo domethënë $850 dhe si vjet ajo e bëri shumë lirë biletën. E bëri $100 që 20. Po flasë lirë për standardin atje që të kuptohemi, domethënë janë goxha lirë. 4 net rresht, bileta më lirë, s'po them VIP, se VIP e shkon sipas. Më zhduk sikur karriera Beyoncés ka marrë, domethënë qëllimisht e kanë marrë nga rruga për ta bërë div, mini, për ta zbrit prapë në tokë, për ta bërë urbane. Kë? Beyoncé. Jo, nuk është. Për ta zbrit prapë në tokë, për ta bërë. S'të pëlqen Beyoncé? Tek rrjetet e veta, më pëlqen Beyoncé. Më pëlqen gjeneriteti që ndodhet pas gjithë karrierës vet. I love her. Si këngëtar, si vokaliste. Por e adhuroj si performer, si artiste, nuk të ngjit. Nuk ka ndonjë gjë, ka shumë njerëz që thonë, më pëlqen që Rihanna thonë më shumë. Pavarësisht se Rihanna është fashion icon, por unë nuk e konsideroj vokaliste. Jo, fashion icon, jo. Lëret i vitet e fundit. Që ka nisë me kozmetikën, i shkatroj Jay-Z, karrierën e saj, më. Rihanna është shumë e preferuar, po edhe si vjetë, mësa kam parë në ato kompanitë që shiten make-up, më kupton? Përsenimi kryesor i Beyoncé, pas Elias ajo ishte. Po jo, mëse s'ka... I thash malit, gjeja qikë cigaret mirit, i thash, që po, se më thamë më mërë, një palë boxer, një palë qërap, një kështu, një ashtu. Po, i thash, do t'i sjell, unë vetëm meri ndojnë cigare i dhëna ishë poshtë. A unë me ja gjeta? Pa unë me t'i sjellë? Edhe ja thash, edhe s'tinë, thash. Se po më kërkonin cigare, i thash, po me i thash, malit, i thash, pa, i thët. I duke sikur ja për murdra, i thash. Që unë mendoj që ne kemi 3, ose më saktë, 2 gurë për të përdorur, edhe kam frikë se jemi në një fazë të lojës, që në qofse do që të rritesh, do të bërë goditje. Do të bërë goditje, por kam frikë se nuk është... Kam frikë se lojë edhe ishtë pasër sa që kemi bërë së bëjmë do të më. Pra, në qofse ka disa njerëz që ti tenton ti ndihmosh e ku di unë të thash dhe nuk din të luajnë, të pëlqen lojën, nuk ecën dot me interesat përbashkëta, si kuptojnë që interesat kanë për vete. Atëherë, nëse gjithë tjerët i përdorin, duhet të përdorin. Domethënë, boll bëm të mirët e botës, okay, ne kemi marrëdhënie të sinqertë me njëri tjetrin, ne dy po e po, edhe me gocat po ashtu, i kemi bërë gjërat e qarta, i di gjithë secili se çfarë raporti ka dhe ndërmjet nesh, që të ti e ke më të fort me Selin, unë e kam më të fort me Loren, dhe dihet që është një lloj dinamike e tillë që unë për shembull me Selin për momentin mund ndodhi që edhe ja fusim njëri tjetrin. Por është gjë e pranueshme sepse jemi honest për atë gjë. Por ç'a po them është kjo. Kemi 2 gurë për të lytë. Një është këtë gotarja, që djetë gjuam telenovela në... Djemë sa u mërzita këtu, vëlla, nuk e s'pë... Por... Telenovela maroj. Nuk dhe ishte keq. Ta mërë dhe mre? Po. Po, a kam pa por e tonë? Kështu që e marrim, e fusim... I bërë edhe një loj me mikrofonin sot në mëgjej, se mora javara që të më vinte të fliste, do i gjeta ashu. Nuk i mërat për atë punte. E marrim edhe ja... Nësë kishtë të nevoj të flistin fale, për këta se u kuptuam shumë bram, pa folur fare. Edhe sigur që do mërzitet ai tipi... Bravo. Një kjo. Nuk është nevoja ta ngacmojmë ose ta bëjmë, ke parasysh thjesht mjafton prezenca e asaj të ne imagjinojnë të ishte dashurë jote të vitëri me 2 della. Ndërkohë që edhe Loni është e gatshme na ndihmoj. E shoh. Dhe ajo është wild card. Domethënë bëra bisedë tamam. Sot. Dje. Dje të cepja të Jo, edhe pastaj më mbrapa të Po ka qenë fantastike ajo më dhe, si program.
mendoj që na përputhen interesat që në rrëzimin e dy gjërave. Po, po ti ishe me janë mbreti Luan, do ishte situata shumë kollaj. Do ishte kollaj fare, po ideja është Si? për Do momentin ishte kollaj? do ishte shumë kollaj. Për momentin është i heq. Ne ndoshta duhet të moshim mendin se din këto 2 ditë.